Një hadith që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: o biri Ademit, nëse ti më lutesh mu dhe shpreson prej mu dhe kërkon falje prej mu, ti fali krejt gjunohet që i ki bo dhe nuk ni për ta. Ka pas një musibet me të ndodh, ama nuk ka me të ndodh. Po nëse të ka ndodh një musibet, dije se istighfari këtë musibet ka me shkrim si kur që zarmi që e shkrim drishku. Ban istighfar. E shef se shka të ndodh. Istighfari, fjallë astaghfirullah, është mrekulli që musibetet i largon, belat i menjanon. Derisa e vletet e tu nëse nuk janë në regull, nuk shkojnë për qefi, së të presë e fiktojnë, ti ban istighfar, Allahu kam i të drejtu e vletet e tu. Allahu kam i të drejtu punëtërët e tu. Allahu azza wa jall kam i të regullu raportën në shtëpinë tonë dhe familjen tonë. Provojë. Dhe kjo nuk kushton është për parë. O bira Ademit, nëse gjunohet e tua arrin kupën e qiellit. Ki e gjunohet sa pikë këtu në qiell. E pastaj kërkon t'i falje, ban istighfar, dhe shpreson që unë me të falë, ti fali krejt. O biri Ademit, me ardhë me gjunohe para muhe sa toka dhe qilë. I stërbushur me gjunohe para Allah. Mirë po veç një kush, nuk im ki bo mu e shirë. A thash se istighfari ban dobi veç për muslimant. Nëse, o biri Ademit, thot, nëse gjunat e tua, madhësia e gjunove ka arrit, sa peshon kejt dunjoj, sa është peshon tokë, pastaj takosh me mu dhe nuk më ki bon shirk dhe kërkon prej mu falje, thot ti falje dhe nuk ni për to. Ne masit mori me avdes e shqiptojmë shahadetin. Në fund që mund ansunet, masit mori me avdes ta shqiptojmë shahadetin. Mas shahadetit, shka kërkojmë të Allahu pendim. Pra istighfari është i lidhur me shahadetin. Me gjrisi na kur ta krim, shka thojnë subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Kemi shumë do që shahadeti është i lidhur me istighfarin. Pra sikur shahadeti çaq vlerë ka të madhe që njeriu e shpëton nga xhenemi, istighfari gjithashtu e ban që ki njeri mos me pa hit xhenemi. Pra fjala la ilaha illallah e shpëton njeriu që mos jetë i përhershëm në xhenem. Ndërsa fjala astaghfirullah e ban njeriu që të kalojë përmi xhenem, të shkojë në xhenet pa e pa xhenemin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpeshherë e shqipton të këtë fjalë dhe e përsëritte, gjithashtu dhe neve na mëson të këtë fjalë. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo musibet që ju ndodh juve, a rezultati punëve tuaj. Pra ti Allahu t'i bëj gjuna, të ka ndodhur një musibet. E çish don ti me hek këtë musibet? A don mos me ndodh këtë musibet? A don më ngrit këtë musibet? Para ta kanë thonë të parë tonë: "Ma nazala bala illa bidham." Nuk ka ndodh asnjë bela në dunjë, as nuk ndodh në ahiret, vetëm pasojë e gjunoj. Wala rufi'a illa bitawb. Dhe nuk ngritet belaja, musibeti, as vetën tonë, as familjen tonë, as jetën tonë, vetëm me tonë, nëse kthehesh Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, mrekullia fjalës istighfar është e madhe. Për ata preferohet na dhikrin e mëngjesit ku ta bëjmë, me bo astaghfirullah wa atubu ilej mas paku 100 herë. Fjala astaghfirullah, që jep qetësi në zemër, jep rahati dhe jep pastërti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjon, thotë vike raste që mu vrashëso këtë zemër. Kujt? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ati që Allahu i ka ndihmu që shejtani ti ta pranoj Islamin, tha kur nishna jo rahatin shpirtin tem, në zemrën teme dhe njerë si e rahata, ki po? Edhe të ne shka bojnë? More me gjithë një goqë të forë, tak që të bojnë e rukje, edhe shejtonin të ekspodoj. Kush ka thonë dhe më duhet shejtonin, do më thonë që shejtonin më ekspodu dhe më mbi.
Po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sa herë që një shqetësime në shpirtin tëm, sa herë që një vrasësi në zemrën time, atëherë unë ilaçin e kam me vendi. E baj fjalën astaghfirullah. E shpeshtoj istighfarin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë ka thonë ditë mas paku 70 herë. Banë 70 herë në ditë, e shef që kupton se më konë shejtoni marum pi hekri shkrirë.